Këto janë shenjat më me fat të Krishtlindjeve. Këtë Krishtlindje, yjet janë bujar me 4 shenja, duke sjell fat, dashuri dhe surpriza të bukura. Ja cilat janë shenjat që shkëlqejnë më fort gjatë Krishtlindjeve. Shigjetari. Shigjetari kryeson listën e fatit këtë Krishtlindje. Me energji të forta pozitive, këto ditë sjellin lajme të mira, udhëtime të këndshme dhe surpriza emocionale. Dashuria lulëzon dhe një dëshirë e shprehur gjatë këtyre ditëve ka gjasa të realizohet. Luani. Luani është në qendër të vëmendjes gjatë Krishtlindjeve. Festa, ftesa dhe momentet e gëzimit nuk do mungojnë. Marrëdhëniet përmirësohen dhe një dhuratë e veçantë sjell emocion të fortë. Luani rrezaton ngrohtësi dhe merr dashuri nga të gjithë. Demi. Për Demin, Krishtlindjet janë të ngrohta dhe të mbushura me stabilitet. Harmoni familjare dhe ndjesi sigurie do të jenë të pranishme. Një lajm i mirë financiar ose një dhuratë e vlefshme mund të vijë papritur. Demi ndjen paqe dhe kënaqësi të vërtetë. Gaforria. Gaforria është shenja e zemrës këto festa. Pajtime, afrime familjare dhe dashuri e sinqertë do të dominojnë. Një moment i veçantë emocional do të mbetet gjatë në kujtesë. Krishtlindjet sjellin siguri, përqafime dhe ndjenja të thella. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.